studentëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën e zhvillimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, ka kaluar kufi duke u zhvendosur nga Shkupi në Tiranë, qindra të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut u mlodhën fillimisht në sheshin Skënderbej në një tubi masiv solidariteti, me flamuj kuqezi, pankarta në duar dhe plisa në kokë. Studentët nisën një marshim drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut në rrugën e Kavajës, nën moton e madhe Shqipëria është me Shkupin, dhe duke mbajtur një banderol ku shkruhej ne jemi bashk. Gjatë marshimit, të rinj brohorit në thirrje për mbrojtjen e gjuhës shqipe dhe unitetit kombëtar. Në krye të protestës ishte i pranishëm edhe një prej organizatorëve Mevlan Ademi, i cili deklaroi për media se studentët nuk do të heshtin dhe se kjo problematik tashmë po kthehet në një çështje kombëtare. Ai nënvizoi se kërkesat e tyre nuk janë për privilegje, por për barazi dhe respektim të drejtave legjitime. Përpara se lizë diplomatike të Maqedonisë së Veriut, studentët mbajtën fjalime të ndjera ku shprehen vendosmërinë e tyre për të mos u tërhequr deri në realizimin e plotë të kërkesave. Gjatë fjalës së tij, një prej studentëve protestues ju drejtua të pranishmëve duke theksuar se ky tubim nuk bëhet thjesht për një protestë, por për dinjitetin kombëtar dhe për gjuhën shqipe, që është vetë identiteti, gjaku dhe historia e tyre. Ai shtoi se studentët shqiptar nuk kërkojnë mëshirë, por respekt për kombin dhe nuk kanë frikë të ngrenë zërin për të drejtat e tyre.